Presidenti Amerikan Donald Trump ka shprehur pakënaqësitë e tij lidhur me një portret të tij zyrtar në Kapitolin e shtetit të Colorados, duke e përshkruar atë si më të keqin që ka parë ndonjëherë. Siç ka përmendur në postimin e tij, portreti i vendosur me iniciativën e guvernatorit bashkë me të gjithë presidentët e tjerë i deformon qëllimisht aq shumë tiparet e tij. Trump pohoi gjithashtu se artistja që krijoi veprën kishte krijuar më parë një portret të Barack Obamës, të cilin ai tha se ishte i mrekullueshëm, duke sugjeruar se cilësia e punës së saj ishte përkeqësuar me kalimin e kohës. Më mirë të mos e kisha parë fare portretin tim se sa ta kisha këtë, vuri në dukje presidenti, duke theksuar se ka marrë telefonata dhe letra të shumta nga qytetarët e Colorados që janë shprehur të indigjuar për projektin, duke u drejtuar guvernatorit të shtetit Jared Polis, të cilin ai e përshkroi si një radikal të majt dhe jashtëzakonisht të dobët për çështjen e krimit. Trump bëri thirrje që portreti të hiqej. Askujt nuk i pëlqen një foto apo pikturë e keqe e vetvetes, por ajo në Colorado, në Kapitolin e shtetit, e vendosur nga guvernatori, së bashku me gjithë presidentët e tjerë, u shtrembërua qëllimisht në një nivel që edhe unë ndoshta nuk e kam parë kurrë më parë. Artistja bëri gjithashtu presidentin Obama dhe duke i mrekullueshëm, por ai që është bërë për mua është me të vërtetë më i keqi. Ajo duhet ketë humbur talentin e saj teksa u rrit. Në çdo rast do të preferoja shumë të mos kisha një pikturë sesa ta kisha këtë, por shumë njerëz nga Colorado kanë telefonuar dhe kanë shkruar për t'u ankuar. Në fakt, ata janë të zemëruar për këtë. Unë po i flas në emër të tyre guvernatorit të majt radikal Jared Polis, i cili është jashtëzakonisht i dobët për krimin, veçanërisht në lidhje me Tren de Aragua, i cili praktikisht pushtoi Aurora për ta rrëzuar atë. Jared duhet të ketë turp për veten e tij, shkruan Trump.